Duke u referuar zgjedhjeve që pritën të mbahen në 11 maj, por edhe një skenari të një qeverie teknike. Megjithatë, partitë politike kanë nisur, po themi, atë fushatën elektorale në një farë mënyrë duke ndezur motorët prej kohësh dhe para pak ditësh kryedemokrati Sali Berisha ishte në Athinë ku zhvilloi një takim me simpatizantët e tij dhe u shfaq në krah të Fredi Belerit. Ndërkohë pas këtij takimi ai theksoi se kur të vinë në pushtet do të rikthente marrëveshjen e detit për ta finalizuar atë. Çfarë marrëveshje dhe çfarë pazari më sa kërkon Berisha të bëjë me grekët pasi të vinë pushtet ose edhe para se të vinë pushtet? Unë nuk e di marrëveshjet, unë dua të them që çdo marrëveshje që duhet bëhet konform Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Normalisht të jetë në favor të të dyja palëve. Pse duhet të jetë në favor të dyja palëve? Sepse marrëveshja çfarë është? Merren vesh dhe marrëdhënia çfarë është? Një diskutim që të dyja vendet shkëmbejnë midis njëri tjetrit dhe fund fare midis negociatave do arrihet dhe një draft përfundimtar që çfarë kërkon secili shtet për ujërat e tij dhe kufit ndaj ujërave të cilat na rrethojnë. Takimi i Berishës në emigrim ishte një projekt elektoral. Besoj se edhe për klasën politike greke nuk besoj se do të jetë marrë seriozisht rasti i detit. Sepse rasti i detit është marrë seriozisht nga Rama dhe qeverisja e partisë greke, pra Mitsotakis. Çdo premtim i Sali Berishës në Athinën zyrtare as e merr parasysh fare. Athina zyrtare flet me kryeministrat dhe jo me opozitarët. Linja zyrtare e shtetit grek nuk ka të bëjë me opozitën, ka të bëjë vetëm me qeverisjen. Pra, çdo marrëveshje e mundshme midis Edi Ramës dhe qeverisë greke bëhet midis tyre dhe me asnjë person tjetër. Prezenca e Belerit në takimin në Athinë, çfarë ishte? Një falënderim që ti më bëre kandidat për kryetar bashkie të Imarës, por unë jam falënderues ndaj Edi Ramës që nga i pandehur dhe i denuar me vendim formës prerë, ai më bëri eurodeputet të Parlamentit Evropian. Pra, Edi Rama në jetën e tij politike, duke futur të gjithë këta rrethin e vet në burg dhe duke i kalbur në burg, akoma edhe duke vdekur do jenë në burg, Edi Rama ka bërë vetëm një gjë të mirë, që Beleri nga burgaxhi e bëri eurodeputet. Kjo është fakt. Nuk e di a xhelozojnë ata të Partisë Socialiste, por ky është fakt. Inshallah edhe juve ju bën nga burgu ju bën deputet. Inshallah të ketë në shpresë ky Erion Velie ta bëj deputet, ta çojë në parlament, ta heqë nga kryetar bashkie dhe nga kryetar bashkie të japi Bashkinë e Tiranës PD-s që të kënaqet edhe PD-ja për një fitore. Tani, raste të tjera që kanë të bëjnë me qëndrimin e Berishës në raport me Greqinë, gjithmonë ka qenë raporte të tensionuara. Sepse Berisha nuk ka qenë një bashkëpunues me Greqinë se sa me Italinë. Kjo ka të bëjë dhe me politika të brendshme të shtetit grek. Unë mbaj rezerva me Berishën me premtimet e tij ndaj ujërave, por ajo që unë atë që them dhe them përsëri është që Berisha shkoi për vota dhe nuk shkoi as për ujërat, as për të drejtat, as gjë tjetër. Vota dua në Shqipëri se dua të marr pushtetin. Kaq. Për agjendat e tjera flasim në një moment të dytë. Ndërkohë që Berisha mbante këtë takim, po themi me simpatizantët e tij, kryeministri Edi Rama dha një sër intervistash për mediat greke. Çfarë po kërkojnë në këtë rast nga Greqia si Berisha si Rama
Po kërkojnë thjesht mbështetjen e emigrantëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje? Apo janë duke kërkuar element të tjerë politik të qoftë të partive në pushtet, por edhe të atyre në opozitë se përket elementëve politik grek? Rama në çdo moment do ndjeki Sali Berishën atje ku shkon Berisha. Pse? Sepse është ajo që duket Saliu, vjen Rama për të ulur Saliun. Prandaj Rama nuk është që vepron direkt ai, sepse Rama lën Saliun të eci, Rama shkon pas Saliut. Dhe Rama sot do të shkojë në Athinë, Rama foli në televizionet greke, pra donte që të kundërvijente çdo përgjigje apo çdo mlefi që i kanoset nga politika greke dhe nga mediat greke Ramës. Duhet keni parasysh diçka. Berisha, para shumë vitesh, kur ndodhi 97-a, edhe në vazhdim dhe në qeverisjen e tij deri në 2013, në mediat greke ka qenë shumë poshtë dhe në perceptimin publik grek ka qenë shumë poshtë, po shumë kur flas poshtë marrësisht. Me kalimin e viteve dhe në ardhen e tij në publik, mediat greke e ngritën Berishën në një formë të shumë të çuditshme. Dhe Berisha u bërë si një person i cili sapo ka dalur në politikën shqiptare dhe pavarësisht CV-s që ka pasur të mëparshme. Rasti Beleri e dërmoi Ramën në mediat greke dhe Rama nga kryebashkiak ka qenë me matjet shumë të mira në opinionin publik grek, duke thënë si rasti i pallateve me shigjeta. A keni këtë kryetar bashkie që bërë këtë modernizim. Ajo u tregua te Rama që ka qenë atëherë te grekët, dhe grekët Ramën e donin në aspektin që ishte ai moderatori i cili po bën atë ndryshimin e bukur të drejtimit të Tiranës, këto gjëra të bukura. Me thonjë, Zaleça pallatesh ishin atëherë, po gjithsesi. Por e tregoi Ramën atëherë media greke si një person që do të bënte ndryshimin në Shqipëri. Dhe Rama në mediat greke ka pas një pamje edhe në komunitetin grek apo me popullin grek ka qenë shumë përpara në numra me Berishën. Rasti Beleri, Ramën e goditi. Dhe Rama tani po përpiqet të përfitojë dhe të fillojë të fitojë përsëri pëlqyeshmërinë e qytetarëve grek. Pse qytetarëve grek? Sepse grekët dhe shqiptarët jetojnë atje. Në rast se një shqiptar jeton me një grek ose anasjetas dhe me komunitetin në gjërësi dhe bën debat politik, normalisht që shqiptari që mund të jetë shumë militant me Partinë Socialiste mund edhe mos të vinë në Shqipëri të votojë. Pse? Sepse nga debati dhe nga rrafja e ideve mund të kuptoj dikush të vërtetën dhe thotë pse të lodhem unë gjithë ato orë të votoj Partinë Socialiste, ku ndërkohë ky nga politikan më bën burgaxhi të gjithë këta që unë votoj.